Krusha e Madhe sot 3 tetor 2025. Sot ka rap Bordi i Sabjes Kosovës, Aleanca e man të bimin elektoral zgjedhet 12 Qytetarët të Krushës së Madhe, Trim e Treja, të respektuar bujqe punëtorë të palodhur të saj treve, mirë se erdhët në këtë tubim elektoral të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Krusha e Madhe është një emër që mban brenda vetës histori, krenari dhe sakrificë. Është vendi i dëshmorëve, i martirëve, i njerëzve që kanë dhënë më të shtrenjtën për lirinë tonë. Është një fshat i punës, i bujqësisë, i njerëzve të ndershëm që me duart e tyre kanë ndërtuar jetën dhe ardhmërinë. Një vend me njerëz që punojnë në drita, respektojnë dhe ta përkrah punëtorin. Ndaj sot jemi mbledhur këtu për të dëgjuar njerëz që kanë dëshmuar se fjala e dhënë dhe puna e bërë shkojnë bashkë. Kandidatë që përfaqësojnë vizion, punë konkrete dhe besnikërinë ndaj qytetarëve. Krusha e Madhe me rrethinë është mbledhur sot për të treguar që e përkrah fuqishëm numri 174 AK-n në krye me Smajl Latifin që puna të mos ndalet. Në skenë ftojmë një tre, një vajzë të mequr e plot energji, që vjen nga një familje e respektuar e me vlera të çmuara. Ajo është shembull i rinisë sonë, e vendosur të jap kontribut për të ardhmen e Krushës dhe gjithë komunës sonë. Ju lutem ta presim me duar trokitje të ngrohta kandidaten me numrin 12, Elda Muharrem Hoti. Të nderuar bashkëqatar, familjet e dëshmorëve, i nderuar kryetar Smajl Latifit, kryesues i Kuvendit Komunal Argër Zenuni, në kryetar dhe bartës i listës Fatmir Liska e kandidat për asamble. Po dihem shumë mirë dhe shumë krenare që sot jam paraqitur si kandidate për asamble komunale nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Krejt kjo është falë familjes dhe falë kryetarit Smajl Latifi që ka vendosur me përzgjedhur si kandidate, ka besuar në vizionin tim dhe ka besuar që unë mund të më përkaqësoj banorët e fshatit në mënyrë më të mirë të mundshme. Si kandidate, angazhimi kryesor është që zëri i këtij fshati të dëgjohet në Kuvendin Komunal. Dua që problemet tona të shndrohen në kërkesa konkrete dhe zgjedhje reale. Ju premtoj që gjithmonë do të jem pranë jush, të dëgjoj dhe të përfaqësoj interesat e secilit për jush pa dallim. Prandaj ju ftoj që në ditën e votimit ta besoni votën tuaj.
për jo për mua si individ, por për tarmen e fshatit tonë për një përfaqësim të ndershëm e të drejtë. Votoni kryetarin Smajli Latifi me numër 174, mua me numër 12 si dhe Berat Oraku me numër 7. Faleminderit shumë për kohën, për mbështetjen, si dhe për lestrimin tuaj. Tani fjalën do ta marrë një emër i njohur për gjithë ju. Një njeri për 2 mandate ka udhëhequr me sukses drejtorinë për bujqësi, duke e kthyer atë në shembull të punës së mirë dhe të rezultateve konkrete. Ai është zëri i bujqëve, i fermerëve, i gjithë atyre që jetën e kanë ndërtuar me mund e tjerës. Kandidati me numrin 7, zoti Berat Oraku. Dashur për vendas të shmale, në urë kryetar kolegë, kryetora Asambleje. Sot jam këtu, jo vetëm si kandidat, por si një djalë i Krushës, i rritur në këtë tonë, i prekur nga dhëmbja e saj dhe i lidhur përgjithsisht për të. Ju me njeni, e dini se s'di të përtoj gjëra bushe, por punë konkrete për secilin për ju. Unë jam vërejtë me besimin se puna dhe dëshmëria janë virtytet e këtij vendi. Sot bara ju kërkoj besimin tuaj që të jem zëri juaj, që të përfaqësoj hallet, qetësimet dhe problemet e juaj. Po ky besim nuk kërkohet vetëm për mua, kërkoj besim edhe për kryetarin, zoti Smajli Latifi, i cili njëri ka treguar me punë dhe vendimet, ka marrë vendimet e qarta për qytetarët e komunës sonë. Ai ka qëndruar gjithmonë pas qytetarëve, pra fermerëve, pra familjeve, secilit prej nesh këtu. Ky besim është edhe për Elda Otin, një vajzë e re, ky energji dhe e cila do të përçojë zërin e nis e të grënda të Krushës dhe të Aulet. Me Eldën bashk jemi garanci dhe fjalë secilit qytetar, secila fjalë secilit qytetar dëgjohet në burgenin komunal të Ravecit. Bashkë me kryetarin kemi kryer shumë punë gjatë këtyre viteve. Kemi gjetur secilit për jush në çdo shqetësim, në kërkesë, në gaz, në hall, gëzim e piklim. Po asnjëherë nuk mund të themi me të thonë që janë kryer të gjitha punët, sepse kërkesat janë të vazhdueshme. Edhe për këtë e dim se të vazhdojmë edhe të pranojmë kërkesa, që bashkë me kryetarin dhe ekipin e tij do të vazhdojmë të zgjidhim në mandatin e një veçare. Të dashur bashkëvetes, rruga jonë është e përbashkët, besimi juaj është forca jonë, dhe ecim bashkë, sepse puna nuk ndalet, dhe ardhmja e Krushës dhe e Ravecit është në duart tona. Ju falenderoj gjithsesi për prezencën dhe ju ftoj të na mbështetni në kohën e martesor. Ju falenderoj. Drejtorin më të suksesshëm, më të mirë që ka pas jo komuna Ravecit, pra drejtorin e bujqësisë, por Republika e Kosovës dhe ka vlerësime më të larta edhe nga komunat e Kosovës, edhe nga Asociacioni i Komunave të Kosovës, Berat Oraku, drejtori